ndrinit ka sjellë ndryshim shumë të madh në jetë. E vërtet o arë kështu se një dhuratë shumë e bukur, normal e planifikume, po me të vërtet na femnat e hezitojmë nashta me bu fëmijët, me bu. S'po thamë se se cila ka qef me bu sa ma shumë edhe me pa sa ma shumë, po tash jeta dinamika edhe nashta plot hezitojnë me bu një fëmijë të fundit kështu, po thamë të fundit? Edhe duhet jetë kështu. Ose në një mosh pak ose në një mosh pak nashta pak ma të shtyme në momentin që i kalon 30-at, pritojnë nashta edhe me bu, po thjesht di me të thonë që jo që më ka pengu, ose më ka penalizu në punë, po qatë shumë ma letëson rutinën, qatë shumë mi ka hap dyrë, sa që jo që s'jam pishmon, po jam shumë e lumë tërë si vendim që e ku marë për me ardhë njëtë edhe për me po një fëmija, dhe normal i referoj edhe i propozoj se cilës gru edhe në që e ka mënësit edhe mundet edhe është shtënash, me bo një gjatë tillë se sinqerisht di me të thonë që unë ju më shqy shumë mirë, më kanë shumë mirë me metabolizëm, organizëm, po nuk isha kanë qaq mirë sa që jam tash. Së di, kam një refresh energy, s'di qysh me ta spjegu nuk nina mo 2-20 nina si me pozis një. Mos më thuj edhe një herë, Lena.